shfaqzohen prej teje ti vjen të kur, edhe Isu ju përgjigje i tha, lëre tani se kështu ne duhet të përmbushim sot i ungjillit të shenjtë pas Mateut. Vetë lëmëre, në atë kohë vjen Unë quhem Hermes Halili, jam 14 vjeç dhe mësoj në shkollën Jernin Derade. Dhe është një bekim i madh për mua që mora kryqin këtë vit. Edhe një urim? Dhe gëzuar gjithë. Perëndia të bekojë, bravo Hermes, të lumë. Bekimin e Zotit, urimin, bekimin e Zotit, bekimin. Është dita e pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Sot bekojmë të gjithë ujërat, është shenja e parë e krijesës së re. Këtë ujë që marrim në shtëpi, e mbajmë për një kohë të gjatë pa mbarim. Edhe ai mbetet për herë i pishëm, i paprishur, se është shenjë e Zotit dhe e kësaj dite të bekuar. Perëndia zbriti si njeri, u shfaq tek njerëzit, jo vetëm ai, por edhe trinia e shenjtë. Sot neve gjithashtu e quajmë këtë ditë edhe shfaqja e Perëndisë. Në këtë ditë urojmë, siç edhe ky shi që është bekim, urojmë bekim gjithashtu për të gjithë vendin tonë në këtë vit të ri, paqe në botë gjithashtu, e Zoti bëft më të mirën për vullnet mirët. Gëzuar e për shumë vjet të gjithëve.